16 shkurt. Ngriuni për vendin tuaj. 20 shkurti po afron. Kundërshtia e çdo populli ndaj qeverisë është e pranishme kudo. Sidomos një qeveri që qëndron gjatë, pushteti absolut të korrupton absolutisht. Rama nuk është thjesht delirant, arrogant, mediokër, anti-shqiptar, por ka kaluar në deklarata që tregojnë një brerje mendore, një rrakapuj mendimesh, dhe kur sillet si Ceaușescu, mos prit që fundin ta kesh si Paganini, sepse ka ekuilibra që ruhen në këtë gjithësi të madhe. Si hyn dhe si del, fundi mbajt mend. Kërkon të fitosh politikisht nga një eveniment që quhet Bordi i Paqes, por që në fakt edhe këtu në Amerikë ka krijuar probleme të mëdha nga ana se si është strukturuar pra për të zvendësuar OKB-n, dhe fakti që te ky bord që nuk themelohet në Washington kur do të vi shefi lindave, u themelua në Davos, 80% e atyre që firmosën janë autokrat, diktator, Uzbekistan, Azerbajxhan, Pakistan, Bahrein, Katar, Bielorusi, Lukashenko, dhe ashti i qytetërimit perëndimor, Gjermani, Francë, Itali, Britani, Holland, Suedi, mund të vazhdojmë sa të doni, nuk kanë firmosur. As Mitsotakis. Erdogani do të dërgoj ministrin. Nuk do ta ul vetëm të shkojë të marrë gjithë ato udhtim. Netanyahu gjithashtu do të dërgoj ministrin e jashtëm. Nuk besoj se shefi i lindave ka ftesë me emër. Do ta kishte nxjerrë me vrap si herën e parë. Natyrisht që është, në qoftë se zhvillohet mbledhja e parë e bordit, ju kërkohet antarëve të bordit që të vinë. Rama nuk është antar i bordit, sepse nuk ka firmosur në Davos. Dhe në qoftë se shikojmë ato që ndodhi me Netanyahu, nuk firmosi me Donën e Madh në shtëpinë e Vat, por firmosi me Rubion. Për Ramën kjo do të ishte një fitore, sepse do të takonte Rubion. Nuk ka dënjuar Departamenti i Shtetit të takojë në nivel të Rubios asnjë zyrtar shqiptar. Dhe kjo e ka një shkak. Natyrisht që tek ata që janë afër Donit, Suzana, shefja e kabinetit, ka një rol. Lihen lidhjet e ngushta të saj me Lasivitën, i cili ishte kreu i fushatës opozitës shqiptare, edhe pse i paguar jo pak. Amerika është shtrenjtë. Janë 27 vende që do të vinë tek Bordi i Paqes. Por është krijuar dhe vari, si në futboll. Shefja e varit është Piepri, Meloni e Italisë, pra do të vi si vëzhguese. Por nuk është vetëm ajo. Edhe presidenti i Rumanisë do të vi si vëzhgues. A do të jetë Rama vëzhgues? Sepse nuk ka firmosur teknikisht. Do të ketë në një drek dhe dark me Donën e Madh këta që vinë me valixhe për të paguar, askush nuk e di. Kjo administrat është kaotike, sidomos tek Bordi i Paqes, ose siç thoshte një gazetë italiane, Bordo della Pace. E ulët krahasimi. Megjithatë, Trump ka thënë nga Mar-a-Lago se 5 miliard dollar janë premtuar nga këta Azerbajxhani, Pakistani, Indonezia ka premtuar 8.000 ushtar. 8.000, Shqipëria si ka ushtar gjithsej, në mos gaboj. Por 5 miliard dollar s'është asgjë, sepse duhen të paktën 70 miliard dollar që të rindërtohet Gaza. Rama e ka bërë pagesën duke i falur Ivankën 200 milion dollar në Zvërnec, mund të thotë dikush. Por pa paguar të paktën 50 milion dollar nuk ulet tek Bordi i Paqes. Dhe a e ka atë drejtë ai që në emër të shqiptarëve të firmos të këtij vendi të varfër? Personalisht
nuk e ka problem të paguaj 50 milion nga miliardat e vjedhura. Rama e di që ka probleme me drejtsinë amerikane. Natyrisht që ai grupim që e ndalojnë Davos, që u tallë, ose që e zbuan në Myni, mund të bëjnë pak presion në aeroportin ku do të zbres. Aeroporti i New Yorkut është më liberal me ardhacakët edhe me pasaport diplomatike. Por Duçka e di se sa e ka ndaluar. Edhe vetë shkëlqejse ti e Rama në aeroportin e JFK. Media e djathtë natyrisht që do të shkruaj për gjysmë diktatorët dhe diktatorët që vinë tek bordi i paqes. Dhe e majta natyrisht do ta sulmoj ashpër. Rama sa herë që vjen kontrollon bizneset familjare me qendrën e komuniste që kanë në New York dhe puthet me Alexa Soros. Natyrisht që kur një kryeministër vjen, ka mbrojtjen e Secret Service. Por Secret Service nuk është thjesht për të mbrojtur. Mbledhin informacione, këta kanë, ku shkon. Dhe këta që vinë nga Shqipëria, gjithmonë e befasojnë Secret Service me elementet kriminale që takojnë. Dhe ai nuk është i vetëm. Në politikën e jashtme, Ballkani ende nuk ka marrë rëndësinë që meriton për këtë vend të madh. Ajo që kaloi në Kongres, duke shpëtuar shkëmbimin e trojeve për Kosovën, ishte një fitore për shqiptarët e Kosovës. Por aq kanë mbetur. Rubio u shfaq presidencial në konferencën e Myniut dhe duhet t'i jap disa dreka darka atij që i ka shkruar fjalimin e mbajtur atij. Në fakt, ishte diçka tërësisht ndryshe me Gjidi Vance, i cili ishte polici keq, dhe Rubio del si polici mirë, duke ngritur lart vlerat e qytetërimit perëndimor të Europës, por fakti që shkon në Bratislavë dhe në Budapest tregon qartë që qasja amerikane është perandorake. Për qa? E sundo. Nuk dhe pse të shkosh të takosh dy shtete që janë, ti konsideron djathta me Trumpin, këtë gjë synon Rusia të përçajë Europën, këtë gjë synon dhe Kina. Me deklaratat të palogjikshme për Groenlandën, zoti Trump e bashkoi elitën europiane. Europa mund të jetë e dobët, por nëse bashkohet, GDP-ja e saj është e frikshme dhe fjalimet pas sens, duke bërë trysni të madhe se do ta shkrijë NATO-n nëse nuk më jepni Groenlandën, prishi thelbin e krijimit të kësaj alance të madhe. Kur krijua NATO ishte amerikanët in, sovjetikët out dhe gjermanët down. Pra amerikanët brenda, rusët jashtë, gjermanët poshtë. Gjermanët kanë nisur të çojnë. Kanë probleme me GDP-n, sepse e majta gjermane, duke sjellë atë revolucionin e gjelbër, u larguan tërësisht nga nafta, nga qymërguri dhe energjia kushton 4 herë më shumë në Gjermani se në Amerikë, ndaj dhe GDP-ja thuajse 4 vjet është zero. Ushtria e Gjermanisë mund të jetë më e madhe se Britanisë dhe vendeve tjera perëndimore, por është më e vogël se garda kombëtare e New Jersey. Të paktën janë 50.000 trupa amerikane në Gjermani. Trumpi do t'i lëviz, se amerikanët kanë 750 baza ushtarake në përballë. Perandorak. Dhe turistënia e madhe e tarifave nga zoti Trump rrëzon çdo qeveri në Europë. Sepse është ndërtuar bazuar me tregun e lirë amerikan, shpenzime minimale për mbrojtjen sepse të mbron Amerika, dhe ka ndërtuar shtetin social. Nuk e shkatron dot shtetin social as Gjermania, as Franca, as Britania. Sepse çdo qeveri bie, dhe aq më tepër Trump e di që
merë 23-27% të votave mori. Pra nuk është lider i fort. Ndërsa Macron, sipas polleve, vetëm 7% francezëve mbështesin. Dhe vitin tjetër Macron do t'ikë. Përse zoti Trump luan me këtë politikë të jashtme? Amerika mbetet superfuqia vetëm. Ky është fakt, dhe këtë e dinë të gjithë. Por nuk mund të ketë drek falas më në kurriz të taksave të mëdha të Amerikës, kur buxheti i mbrojtjes shkon $1 trilion dhe europianët flirtojnë me tregti me Kinën dhe duan të kenë marrëdhënie ekonomike për të blerë gaz dhe naftë lirë nga Rusia. Në qoftë se shtëpia e bardhë do të mbahet edhe 8 vjet tjera nga republikanët, atëherë po. Por asgjë nuk është e garantuar. Aq më shumë që në mes mandat, gjasat janë që Kongresi të shkojë blu. Në qoftë se shkon dhe Senati, ulen shanset dhe mundësia që republikanët të mbajnë shtëpi. Amerikanët, kur votojnë, shikohen fare nga politika jashtë. Ky është realitet. Nuk e di, por mund të jenë mbi 50% të amerikanëve që nuk e tregojnë dot në hartë se ku bie Ukraina. Fakt. Dhe ajo që vendos është ekonomia. Gabimi, ose faji, si ta them më shqip, i kësaj administrate është që nuk përcjell mesazhin real. Pra, çdo gjë që është arritur në pak muaj të krahasohet me kohën e Bidenit. Sepse janë dhe vetëm 9 muaj përpara zgjedhjeve të mes mandatit. Nuk ndodh tot mrekullia. Është si në një udhtim në një rrëpirë shkëmbi që mund të shkosh në maj triumfator, por mund të bie shumë lehtë. Dhe Trumpi ka dhënë shenjat në fjalimet e tij që do të mbas mes mandatin. Është një rregullsi që presidenti në detyrë i humbet zgjedhjet e mes mandatit. Vetëm 2 herë u kam thënë, 3 për të më saktë, Bush, Clinton, 98, 2002 dhe Roosevelti në vitin 34, por me Rooseveltin një kolos nuk mund të krahasohet zoti Trump, fakti. Kongresi ka buxhetin dhe Kongresi merr komisionet hetimore. Pra, do të hetimohen fëmijë të rastuar, do të shkarkohet Trump, siç u shkarkohet 2 herë nga Kongresi për ngjelur në histori, dhe të gjithë sekretarët e departamenteve do të jenë si përpara gjykatës. Dhe në qoftë se humbet Senatin, nuk ka lënë emërime. Janë rreth 100 ambasadorë pa emëruar dhe vazhdojnë. Një senator mund bëjë një holding dhe mban. Dhe në republikan. Dhe vendesin e ngelin në nivel legatësh. Megjithatë, fryma e djathtë dhe ato grupe pushteti që duan të djathtën mund të ndihmojnë gjithkënd që aspiron të jetë me politika djathtë. Ne jemi vend i vogël, vend i parancishëm. Tek bordi i paqes që është mbledhur për fundraising, për të mbledhur para, pra do të merret vetëm me gazën, edhe pse tek karta e tij duket qartë se është si OKB, do të ketë premtime donacionesh, por është tjetër gjë të premtosh dhe tjetër gjë të paguash. Sepse këto arabët që kërkojnë të blejnë akses të zoti Trump kanë premtuar $18 trilion investime në Amerikë. Premtime. Sikur 9 trilion të investoheshin, do të ishte 9 herë më shumë se administrata e Bidenit. Problemi është tek tarifat. Kanë filluar korporatat, blerësit, që peshën e tarifave ta kalojnë tek blerësi amerikan. Dhe në qoftë se kjo është e qëllimt, do dëmtoj shumë tek zgjedhjet e mes mandatit në nëndor. Një problem tjetër është dosja Epstein, ku si thuhet është redaktuar në mënyrë të tillë, por emri i presidentit del me mira herë. Kushner, Tony Blair, biznesmen, ish kryeministra, ministra, parlamentar europian. Është dosja më e ndyrë që nxjerr keq
sidomos nuk është thjesht pushteti politik, por në çdo qelizë. Dhe kjo dosje nuk fashitet, sado prokuroria e përgjithshme të mundohet të redaktojë me një humbje të Kongresit situata ndryshon, sepse hetimet i drejtojnë demokratët. Për Ballkanin, sa më gjatë të jenë republikanët në pushtet aq më mirë. Por kjo është në dorë të votuesit amerikanë. Shqiptarë amerikanët pak forcë kanë në votime, por kur flitet për Kongres, kanë forcë në New York, në Florida, në Detroit, pra nuk kanë më një zë i shurdhët. Dhe kjo duhet shfrytzuar për të përfituar, por lobingu i munguar. Në lidhje me bordin e paqes nuk e di kush do vi nga Kosova. Nuk e ka deklaruar as presidenti as kryeministri. Por pa diskutim Kosova e ka të sigurt vendin sepse ka firmosur, është tek themeluesit e bordit të paqes. Rama nuk firmosin Davos. Dhe ai e di se çfarë realisht ndodhi në këtë mos firmosje. E ndaluan, nuk donte të përplasin me Evropën, sa ajo e kalimin e ligjit në parlament pra nuk i dot, gjërat do të sqarohen. Por diçka është e qartë, po sillet si Ceaușescu. Dhe në qoftë se vjen në tryezën e bordit të paqes, nuk vjen si shefi i lindave, ose privatisht, sepse ne dim kur ke qenë privatisht në perëndim se si ke qenë, sepse e ka thënë Nana, po vjen se përfaqëson zyrën e kryeministrit të Shqipërisë. Një zyrë ndyrë dikur nga shehu, por më shumë e dënuar prej teje, ndryshon e kryeministrin, tek mbleta tjetër vjen ai. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.